një situationship kur ti e di se ku po shkon. Nuk është se thjesht e di, unë mendoj që situationship është gjithmonë nga njëra palë, nuk është nga tjetra. Për shembull, në rastin tim, unë ndihem gjithmonë personin që nëse bie në një situationship, unë ndihem gjithmonë që dua lidhje. E kupton? Dhe personi tjetër mund të mos e dojë këtë gjë. Si e lejon vetëm ti të jesh në situationship? Mund të jenë të dy që janë okay me një situationships, nuk mund të thosh ti të dy njëri kanë ndjenja gjithmonë. Po atëherë nuk është situationship, atëherë është friends with benefits që takohen. Friends with benefits është ti vetëm takohesh dhe bën atë që bën. Situationship ti del për dark, dikon kinema, ti puthesh në publik. Po je i lidhur, thjesht do ta thosh me zot lart që je i lidhur, atë ke frikë të thosh je i lidhur. Po ç'e do të etiketimin, për çfarë do? Do ta shkruash në Instagram, jam e lidhur, vini re. Jo, nuk ka lidhje. Nuk ka lidhje, ajo është për sigurinë, sepse të qenit në një situationship, çfarë mendoj unë është që ty nuk të jep siguri si njëri. Ti mund të jesh në një fazë të jetës se ti thua nuk dua etiketime, jo ti, vajza, djali, nuk dua etiketime. Kjo mund ndodhi për shumë arsye. Ti do të jesh pjesë e një situationship se do liri, nuk do drama në jetën tënde, nuk do të japësh llogari njeriu, siç ndodh zakonisht në një lidhje serioze, por ama ti e di shumë mirë se ku po fut. Unë jam Gjesi dhe çfarë po bëni? Nëse nuk e keni bërë akoma subscribe në YouTube, andale urgjent tani.